Tash kur mua një polis guxon dhe më thotë të fjalë, unë e di shumë mirë që po e tolerova, do filloj policia të ma bëjnë. Unë e di ç'është burgu. Biri më të fortit. Vendos rregullat, më kupton logjikën. E le më një lëngroshe si ai që duhet patjetër ta. Me çfarë thi? Tash nuk mund të them ato fjalë që i tha se ato janë fjalë që nuk thuhen në Po. as në internet, e lëmë në televizor. Dhe i thash fjalët që duhet i thoja në mënyrën më të përshtatshme të dur, kuptohet. Edhe ju afrova, do i kapto, hajde ti këtu e kështu. Do thot dikush më na bëj si trim. Unë e di që do më gjojnë. Sepse janë gjithë Po janë droguar me avokat, si. Stlejnë ata. Tash se sa ka pa Altini shefa që më kanë ardhur kështu dhe i kam marrë karrikën e komisariatit dhe e kam drejtuar me i ra, se kam qenë drejt time valla. Ai po abuzon me detyrën, jo unë. Unë jam vetëm mbrojtje, si njohun ligjet asnjë nga këta polic. Unë si njohin avokatët, juristët më të mirë si njohin se si njohun këto lloj ligjesh, se këto më janë dashur. Tjerat, hajde hapim librat e lexojmë. Dhe koncepti është që kur unë u ktheva aktit, më njëherë ndruan ata. Ja hoqën atit. Më kuptova logjikën. Sepse ata e dinin çka kishin bëj. Ishin droguar. Dhe koncepti është kur arriti puna që Rama të marri nga burgu Peqinit kundërshtim me ligjin. Policët e burgut që do të jenë atje. Do thotë që policët që kanë zvencuar në burg nga Tirana e kanë shkuar në Peqin, s'kan qenë besueshëm për zinxhirin komandues. Ma kuptova logjikën. Po ja u them se kara policia shtetit. Kara komplet. Dhe ata që po me që kara ty hym. Unë sot dy shpjegoj që Vetan Goxha ka drejtë, Altin Goxha ka gabim. Për 3 javësh. Sepse pas e morim sim të madh. Dgjoj, unë jam një nga njerëzit më modest në raport me dijen dhe njohurinë. Ka njerëz që duhet i dalë e vetja. Ka njerëz që pretendojnë se i dinë gjërat. Po një nga pikat e mia më të forta në jetë ka qenë që kur flet një i fushës, unë ngrej veshët dha, nuk hap gojën. Dhe pastaj përpunoj mendimin tim si maddo mu qefi. Po e dëgjoj herë. Koncepti është që ai më tha ato fjalët e që unë s'isha dakord kur më tha. Pastaj kam reflektuar. Pak duke ballafaqu të dhënat që vinin. Që nga ajo ditë që kam filluar me pa me kundërshtrim tjetër deri ai më dha një projeksion. Po. Çka kam detyrën të bëj kur më jepi projeksion? Ta verifikoj vëlla. Më kuptoj logjikën. Po. Do të ishte çdo ditë vërtetoj që kishte drejt me të dhënat e reja që merresh. Sot Rama është problem europian që po destabilizon, më dëgjoj me vëmendje, Europën. Rama i Vockli, i këtij vendi të Vocklit, po destabilizon gjithë Europën. Ky që duket psikopat, do ja shpjegoj do bindeni. Po destabilizon Europën ka shumë kuptim si fjalë. Titulli i emisionit sot është i çuditshëm. Si e ka emrin e Shulli Sazanit. Emri i ri i Shulli Sazanit është Ishulli Samson. Fiksoni këtë fjalë, Ishulli Samson. Në manualet e Europës, në manualet ushtarake të Europës. Tu po hym temë tani, Në qendrat gjeopolitike nuk thuhet më Ishulli Sazanit, po quhet opsioni Samson. Quhet destabiliteti më i madh i historisë së Europës moderne mbas luftës së ftohtë. Mbamën Pashalimanin e traktatit të Varshavës që kishte 12 nëndece. Me 12 nëndece ka shpeshën bukur aktori jon Pitarka i nderuar dhe i ndjer, kur thot me 12 nëndece unë i fus një të çar Italis, një të çar, e ke parasysh filmin ball për ball. Ajo që thot ai shumëzoi me 1 milion. Me Shulli Sazanit. Të shpjegoj sot. Disa kanë kuptuar se e din që është opsioni Samson. Problemi që ndron që Rama nuk e nisi me këtë. Ishte filluar të trajtohej si problem pak nga pak për shkak të kokainës. Pasi kishte shkatërruar të gjithë ekosistemin europian të paraspisët dhe të trafikut të kokainës. Duke si thosh çekuilibruar të gjithë ekosistemet dhe kënetat e paravajtpisat e Europës. Duke bërë lëmsh. Kishte turbulluar ekuilibrat që vendosen në kohë, në hapësirë, në bazë të interesave që ka çdo vend. Pasi njerëzit janë të qartë, krimi, politika dhe financa janë gjithmonë bashkë. Gjithë jetës kanë qenë, janë dhe do të jenë. Kudo në botë, është ai filmi Oktapodi që e shpjegon më perfekte. Gjithmonë krimi, financat e mëdha dhe politika janë bashkë, kudo në botë. Krimi pastaj vjen emra sa dush, fiskal, korruptiv,
kokain, armë, që du shti pastaj, nuk ka rëndësi. E rëndësishme që kështu funksionon bota. Dhe arsyeja pse Shqipëria është bërë një problem kaq i madh, janë disa çikulibrime që kanë ndodhur për shkak se familja Soros, një familje diabolike, kishte një projekt që po trashëgon, po që trashëguar me defekte, për shkak se fëmia që ka marrë dorë menaxhimin është një homoseksual i vockël, krejtësisht idiot dhe i paft. Dhe ka marrë në qaf për fatin tonë të fëmijë. Radhët e Zotit, ja dha Zoti atë fëmijë që do i trashëgonte këtë gjë, që ka çorodit gjithë sistemet dhe kanë organizuar këtë, dhe arsyeja nuk është sepse fëmia është thjesht idiot, po është se thosh gay. Do thosh ti çfarë rëndësi ka se është gay, çan këto jo, është gay kontrolluar nga Rama. Dhe Rama si një antar i familjes Soros ka ditur të menaxhoj emocionalisht duke çoroditur dhe gjithë to sistem që do ja shpjegoj sot. Unë kam nge. Filloj. Gjatë gjithë këtyre ditëve, 37 ditëve, energjia e kësaj proteste nuk është se ka çmuar psikologjikisht Ramën, nuk është kjo e vërteta. Po ka vrarë frikën dhe ka krijuar një hapësirë të re energjie, ndërgjegje kolektive. Ç'është ndërgjegja kolektive? Koncepti ndërgjegje kolektive vlen kudo përveç se rastin shqiptar. Se ne populli që e ka shpjeguar Ahmet Zogu në mënyrë më perfekte të mundshme. Ke parasysh që ne jemi të gjithë aty si grup qenësh që luftojmë me njëri tjetrin protest. Adriatik Lapaj, Agron Sheaj, Arlind Qori, Altin Goxhaj, tjetri, Berisha, Njester Ramës, Njester Jon Velis, ata të Soros, ata antisorë, ata të turqëve, ata të muslimonëve, ata të sionistëve, gjitha kategoritë, kuptoti? Po në fakt ne çfarë bëjmë? Krijojmë ekuilibër. Nga që hajmë njëri tjetrin dhe rrim shohim njëri tjetrin, duke apo njëri tjetrit, asnjëri nuk arrin dot menaxhoj asgjë. Dhe kjo kaos i madh mbahet nga energjia kalamojve që e mban gjithë këtë gjën e bukur, që ka si Zoti mbi tyre na kontrollon neve. Lidhje më hajde çana ke bëj lidhje sonda avokat. Na ke bëj zbërthim të gjithë gjës edhe e ke lidhur me fëmijët, gjithë. Ore verifikoni vet, mos u pyesni mua. Verifikoni vet. vet. Shumë vëmendje. Po njerëzit duke marrë, dëgjoj, njerëzit janë mësuar nga çufot që të bëjnë analizat bazuar ke sasia dhe shpjegojnë cilësinë nëpërmjet sasisë. E ka thënë Marxi dhe Engels. Ndryshimet sasiore janë ndryshimet cilësore. Harrojnë që sasioria është gjithçka materiale. Energjia është diçka që dihet më atë lart dhe njerëzit nuk e marrin kur konsiderat se i pushojnë nga puna. Në fakt, unë gjithë jetës kam pas atë për të kuptuar këtë, jo se unë kuptoj, se unë flas me Zotin, se unë s'kam lutmendsh që të flas me Zotin, po lutem. Po mundem të kuptoj, më kuptoj logjikën. Mos ka foni er Zoti vëlla. Po ditën që flas Zoti kam lut nga me të kokës. Jam pjerth, më kuptoj logjikën. Ne thjesht ndjem ndaj gjë dhe kuptojmë ndaj gjë dhe jemi gjithmonë dyshime a kena bëu mirë apo keq. Po në thelb, ajo që ka ndodhur është që ne kemi nevojë të rrim bashkë aty. Le të bëjmë 100 budalliqe kundër njëri tjetrit. Kam kuptuar që s'ka vlerë. Mjafton që ne të rrim të dim çfarë po bëjmë. Që të kemi kohë ta vetë korrigjojmë. Duke e ditur se çfarë po ndodh dhe duke e ndar dhe duke arritur që të menaxhojmë skenaret e ndyra që na bëjnë nëpërkom. Në thelb, arma e stabilitetit që ishte ke Rama dhe që e morën fëmijët dhe fëmijët na dhanë neve, dhe ne ja dhamë botës për të treguar që ka ndryshuar raporti forcave, në vend që Rama të krijoj stabilitet në Shqipëri, jemi ne që po mbajmë stabilitetin, ai s'ka mas polic, ma kuptove logjikën. Mos harro të policëve, po i bie numri patronazhistëve në mënyrë drastike. Është një shpërbërje totale në çdo zyrë të administratës.